unë ofroj veten time për të qenë përfaqësuesi i qarkut lor e veçanërisht i zonës së Sarandës, Delvinës, Konispolit, Himarës dhe Viniqit, por edhe i Selenicës dhe i Vlorës në parlamentin e shqiptarëve, në mënyrë që të mundet të adresoj problemet asaj zone në vendimarrje, siç kam bërë në 17 vite të jetës time publike. Unë kam 17 vite që jam pjesë e jetës publike në një formë ose në një tjetër. Jam aktiv në media dhe besoj se në këto 17 vite unë kam treguar një farë koherence. Pra, nuk kam ndryshuar qëndrime në bazë të konvenimit, se si më intereson, se si intereson, se jam që kokfort në vendimet, si çdo lab në fakt, kokfort në opinionet e veta. Maksimumi që kam bërë në jetën time është që për një çështje mund të mos flas, sepse nuk dua t'i futem, po në çështjen që unë kam dalë, kam thënë mendimet e mia të pastra. Dhe në këtë kuptim, unë besoj se sot ky lloj sistemi, i cili është gjys sistemi i mirë, në kuptimin që mundson një garë të mirëfill të hapur për një pjesë të garuesve, është një sistem i cili mundson po ashtu që ne t'i japim oferta individuale ndaj qytetarëve, në mënyrë që ata të zgjedhin përmes votës së tyre se kë duan që të kenë zërin e tyre përfaqësues në parlament. Kështu është mënyra se si unë e shoh. Pra e shoh si një garë. Se sa do të përkthehet kjo në mandat, pra ajo që përmend risku, është çështje e vullnetit të qytetarëve. Unë bëj garën, unë ofroj ofertën, unë bëj punën time, se sa del si produkt pasaj është çështje e qytetarëve. Po, mos vallë mund t'ju ketë shpërblyer, nuk e di, kryeministri për betejën që ju bët ndaj rastit Beleri, për shembull. Nuk e di fare nëse kryeministrit i ka pëlqyer apo jo ajo lloj beteje që un kam zhvilluar. Në sinkron e kishin qëndrimin me të, kështu që nuk e besoj se ishte 100% në sinkron. Tezat e mia ishin tezat e mia, un kam qenë kundër kandidimit të miku tim Vangel Tavo, duke thënë në të njëjtën formë që është miku im edhe. Jo, them, ju vula pikasjes pikërisht me këtë çështje, me qenë se ka qenë e fundit ndërmëzëshme. Nuk ka qenë në diskutimet tona, domethënë diskutimet sepse mund të jetë ajo, mund të jenë shumë arsye të tjera, ajo që dihet është CV-ja ime. Pra dihet që un kam qenë drejtues i një institucioni të rëndësishëm shtetëror për 9 vite, s'kam pas ndonjëherë probleme me SPAK-un, s'kam pas ndonjëherë probleme me shigjetime, me përjashtimin e 2 rasteve të padrejta që unë jam kundër përgjigjur direkt, sepse kanë qenë të padrejta, dhe u faktuan brenda ditës që ishin të padrejta. S'kam pas ndonjëherë probleme me ligjin, s'kam pas probleme, besoj se kam rinovuar atë institucion edhe i kam shërbyer qytetarëve me devotshmëri pas një lloj dallimi edhe në mënyrë të barabartë, pa nevojën që të fusnin mik, aq më keq të fusnin sekser, siç e kam gjetur në institucionin, në fakt. Dhe unë nisem nga CV-ja ime, nisem nga fakti që për atë qark, për shkak të bindjeve të mia dhe për shkak të kësaj elementit kokfortësisë që thash pak më parë, unë kam dalë në mënyrë të vijueshme në media për të thënë mendimin tim në pozicione të ndryshme, pikërisht sepse më dhemb, le të themi, veçanërisht vendlindja ime, vendi i origjinës time, dhe në këtë drejtim kjo është CV-ja ime. Cilat kanë qenë arsyet pastaj që është evidentuar se i leverdis, ta themi në këtë formë, kryeministrit e Partisë Socialiste të jem listat e hapura në Vlorë, është diçka cilën do ta diskutoni me ta. Unë di arsyen sepse unë kam pranuar që të jem pjesë e garës, që në fillim nuk e kam pranuar, e kam kundërshtuar me Kush ju ka bërë ftesën? Bledi Çuçi, drejtuesi politik i qarkut, me arsyetimin fillestar që në fakt isha shumë komod, edhe duhet jemi pak realist që kjo është garë, edhe është garë, edhe është ti sakrifikon në garë gjithmonë, dhe komoditeti të bën të thuash ta mendosh 2 herë. Pastaj kur e mendova sërish, unë besoj se ka nevojë për përfaqësim politik ajo zonë dhe besoj se oferta që unë u jap bashkëqytetarëve të mi, duke e vajtur me një program politik që gjen tek arditbi.al të plot, duke mos vajtur pra me fjalë bosha, duke shkuar. Po pse e ke program personal ti atë? Unë kam për çfarë do të angazhohem unë, sepse nuk janë vetëm politikat makro. Çdo bashki ka problematikat e veta. Dhe secila prej këtyre problematikave kërkojnë përfaqësim politik, mbulim politik. Pra kërkojnë që të çohet zëri, të lobohet, të angazhohesh në mënyrë që ato të mund të materializohen. Politika makro është politika makro, por ka dhe mikro. Dhe e kam të, se nganjëherë flasim si politik
politike përgjithshme. E kam këtë në përvojën time. Domethënë, drejtoria e arkivave, unë e kam gjetë me një buxhet minimal. Sot ka një buxhet goxha më të lartë. Kam gjetë me një buxhet diku te 1.5 milionë euro, sot ka buxhetin 4 milionë euro. Kanë qenë projekte që ne kemi bërë që kanë sjell rritjen. Nuk ka qenë se një ditë të bukur u kujtua dikush dhe tha hajde të financojmë. Është çfarë bën ti një herë për këto probleme mikro që nuk mund të jenë në sytë e vendimarrjes, si di ti. Dhe mënyra se si qasesh pastaj, serioziteti me cilin ti i qasesh, ku shkon në mënyrë zyrtare, institucionale, por edhe duke lobuar, që nuk është thjesht zyrtarja institucionale e dërgimi i shkresës, që ti bind për nevojën dhe ja del që të materializosh dhe në problemet që janë të zgjidhen. Këtë përvojë që e kam shumë të prekshme, është e njëjta gjë dhe kur vjen fjala për këto bashki. Tani të pyes unë ty, cili është programi i Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe gjithë partive për Bashkinë Delvin? Patjetër nuk kanë, sepse programi makro nuk bëhet dot mbi probleme lokale. Janë kandidatët, ata të cilët i qasen zonës, evidentojnë problematikën, evidentojnë mënyrën më të mirë të zgjidhjes së kësaj problematike dhe e kthejnë këtë në angazhim për lobim. Pra, këtë ofroj, unë nuk ofroj që do zgjidh gjithë problemet. Meqense je Unë rrëfej se për çfarë do të angazhohem, veçanërisht për Bashkinë Sarand, për Bashkinë Delvin, për Bashkinë Konispol, për Bashkinë Himar, për Bashkinë Vlorë, për Bashkinë Selenicë, për Bashkinë Finiqe kështu me radhë. Meqense je besim plot që mund të fitosh edhe pse je në listë të hapur. Atë e din qytetarët. Unë hy për të fituar, patjetër. Jo, patjetër. Po, si ke pritshmëritë, sa mandate merr Partia Socialiste në Vlorë? Në Vlorë është afër, shumë afër, edhe unë besoj se do të arrihet si objektiv që të dalin 9 mandate nga Partia Socialiste, në një rekord historik, i cili ishte afër edhe në 2017, por që nuk u arrit. Këtë herë unë besoj se mund të arrihet për shkak se faktorët në zonë, pra faktorët elektoral në zonë edhe qasja në zonë, është aty që mundson që të arrihen 9 mandate nëse do të punohet mirë, qartë, duke sqaruar ato probleme që janë të pasqaruara, duke orientuar dhe evidentuar mënyrën e zgjidhjes së problemeve të tjera të cilat janë trashëguara apo dhe të bëra, sepse qeverisje nuk do të thotë të bësh gjërat mirë, domethënë të bësh gjëra. Kur bën gjëra nuk gjithmonë ka probleme dhe ka. Tani do më thuash avantazhet dhe disavantazhet që ke ti si i ri në momentin që kërkon votun në emër të Partisë Socialiste në elektorat. Avantazhet dhe disavantazhet është element krahasimor. E kam fjalën për partinë në pushtet, nga që 12 vite në pushtet. Prap, nuk mund do më lejo që ta ndryshoj pak mënyrën e përgjigjes dhe pastaj nëse do ma rikërkotë një të gjë. Ajo çfarë unë them është që ne kemi nevojë për përfaqësim. Ne kemi nevojë që në parlament të mos kemi deputet cilën nuk merren me zonat e tyre, që mbyllin telefonin menjëherë sapo mbaron zgjedhje, që ka të tillë. Ka nga gjitha partitë, nuk është çështje fenomen i një force kjo. Na nevojitin deputet të cilët merren me zonën e tyre, na nevojitin deputet që nuk kanë 2 numra telefoni, një që përgjigjen për 3 ditë dhe një që e mbajnë për familjarët, dhe unë telefonin se kam duruar 15 vjet dhe një numër i panjohur që më merr ja kthej përgjigjen në çastin e parë që mundem. Ne na nevojitin njerëz të cilët kanë një vizion për zonën e tyre, të cilët duan që të bëjnë ndryshim, që kanë energji, që kanë dëshirë. Për mua na nevojitin njerëz të cilët si janë të dhënë, s'ka motiv kryesor në jetë, lekun, paran, si qëllim në vetvete, si objektivin kryesor, sepse kjo në fakt kthen dëme, po kanë elemente të tjera, përfshi estetikën, përfshi estetikën jo personale, estetikën totale, përfshi punën, përfshi produktin, kanë elemente të tjera të cilat i motivojnë jetën e tyre të përditshme. Këto janë ato gjëra të cilat unë ofroj. Unë nuk ofroj ndonjë gjë të veçantë përveç se vetes time. Unë ofroj atë që jam dhe besoj, kam besim se ajo që jam dhe vizioni i cilin po paraqes, qëndrimet e mia të ka hershme, të cilat s'do t'i ndryshoj sikur t'i ndryshoj Partia Socialiste, se s'është e thënë. Kemi supe i detyruar paralel të mbash peshën, qoftë për mirë, qoftë për keq të Partisë Socialiste. Patjetër, pra faturën e saj. Patjetër. Pra, unë ofroj veten time si kandidat brenda Partisë Socialiste. E para sepse jemi në një moment kyç të padiskutueshëm që kemi një dritare në 2027 për t'u integruar në BE.
dhe kemi shumë afër. Edhe kjo është deklaruar nga Bashkimi Evropian. Në 90-ën kemi qenë vendi avangarde. Pretendoj se do të ishim bllokun e parë. Iku 2004, bloku i parë, iku 2009, iku 2010, e ka ardhur 2025. To dritare kur humbasin, to dritare që kur humbasin, pastaj se kur i vin nuk i dihet. Për këtë ka nevojë për stabilitet. Dhe Partia Socialiste ka treguar që ka dhënë stabilitet, ka nevojë që të mos kemi luftë me mullinë të erës, siç është për shembull me reformën drejtësi që Partia Demokratike po deklaron se do ta zhbëjë SPAK-un, ndërkohë që Partia Socialiste ka deklaruar dhe ka pjesë të programit të vet që SPAK-u do të vijojë pavarur, sepse kjo do të ishte regres dhe do ta humbisnim këtë dritare, e cila dritare nuk është një dritare thjesht çështje vlerash që unë e besoj. Unë jam europianist në bindjet e mia. Është çështje mirëqenieje. Nëse ne qahemi pse ikin njerëzit në emigrim, nuk ka formë tjetër se si të kthehen njerëzit nga emigrimi e të mos ikin të tjerë përveç se rritjes së mirëqenies. Rritja e mirëqenies nuk bëhet vetëm me politika të mira e me dëshire me vullnet, po bëhet me lek dhe me financim.